Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Sot ishte e shtunë, data 3, muaj 1, viti 2026. Nuk dukej si një ditë që mund të ketë ndodhira mjaft interesante në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, posaçërisht në Venezuelë, ku Trump burgosi dhe mori me vete në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kryetarin e Venezuelës Maduro. Është përshëndetur edhe nga Shteti i Republikës së Maqedonisë së Veriut nëpërmes Ministrit të Punëve të Jashtme Mutsunski. Po e kemi përshëndetur të gjithë. Venezuela është një nga distributorët më të mëdhenj të drogës në botë. Në moment kur kryetari i shtetit merre me përcjelljen dhe sigurimin dhe përfitimet e saj, atëherë çfarë mund të presësh nga njerëzit e tjerë në Venezuelë dhe shtetet përreth? Trump ja tërhoqi vërejtjen që është ditën e parë që erdhi në pushtet dhe ndodhi ajo që sot doli si lajm numër 1 në botë. Inshallah Trump kthen edhe në Ballkan, po ndë kisha lutur Trumpin kthe edhe në Tetov, Shkup, sepse nëse në Shkup gjendet një djalosh me 10 kg kokainë në vetur, djalosh, sepse i moshë shumë të re, atëherë merrni me mend sa mini fabrika për prodhimin e lëndëve narkotike mund të gjenden nëpër Maqedoni. Çdo kund, në çdo qytet të Maqedonisë, jo vetëm Tetov, Shkup, Gustivar, çdo kund, edhe në Maqedoninë tjetër të Mickovskit. Është çështje tjetër se sa luftohet kjo dukuri. Por, do lëm anësh tash Madurën dhe Trumpin. Do dalim pak në Maqedoni. Miq të mi, sot hit top numër 1 ka qenë Mickovski. Hallalli koft. Nuk e fshehen atë çka e ka në kokë. I drejt për drejt. Doli dhe tha, në Karbinci, se këtë vit do të ketë investime në 3 sisteme furnizimi me ujë. Përkatësisht projektet Straisht që është në Vallandov, Pepelishte që është në Kryvëllak dhe Lisiç që Shkup. Investimi është rreth 80 milion euro dhe është i destinuar për 80.000 familje. Okej, çdo gjë është në rregull. Dhe tha se bëhet fjalë për një projekt të financuar nga Banka Gjermane KF. Dhe akuzoi qeverinë e kaluar se e ngeci për shkak se donte të impononte zgjidhjen e vet të personelit. Tashmë nuk është qeveria e kaluar, tash është ai. Por ne do ndalemi në diçka tjetër për ato, i themi Hallalli koft. Deklarata e Mickovskit për 3 sisteme furnizimi me ujë për 80.000 familje. Pra një investim me vlerë 80 milion euro. Ama e na shkalon plotësisht Maqedoninë Perëndimore. Dhe problem real të ujit të pishëm në Maqedoninë Perëndimore. Çfarë po bën Mickovski realisht? Investimet që përmend nuk presin asnjë komunë të Maqedonisë Perëndimore, as Tetovën, Gostivarin, Kërçovën, Rrugën Dibrën. 80 milion euro në Vallandov, Kryvëllak dhe Shkup. Pra asnjë projekt për zonat ku uji ose nuk pihet, ose mungon me orë e ditë, ose është problem shëndetësor kronik. Pra është pastër manipulim politik. Duke vendosur Mickovski debatin te qeveria më pashme dhe personeli, Mickovski shmang përgjegjësinë aktuale, nuk jep asnjë afat as plan as fond për perëndimin. Pra Maqedoninë Perëndimore. Projekti nga banka gjermane përdoret si alibi politike, jo si zgjidhje gjithëpërfshirëse. Pra thelbi i problemit. Uji pishëm nuk është lus, është drejt kushtetuese kur kemi diskriminim territorial, prioritet politik dhe jo nevojë reale. Pra të themi Hallalli koft. Hallalli koft Mickovski. Dhe çfarë bën? Vlen. Ndërsa derisa i bie tupanit, lotës e bën lojën e Telallit, pra Telalli është ai i cili paralajmëron se çfarë do të ndodh, Mickovski, ta të vlenit i bien fyllit. Për çdo gjë. Dhe akuzonin dikur BD-n se nuk kishte kapacitet, nuk kishte kërcyer. Çfarë bën tash Aga, Izet Mexhiti me partinë e tij? Dhe diçka tjetër e cila na la, jo pa mend, po na la kështu të hutuar është edhe deklarata e Mickovskit lidhur me atë se do të ketë kopshte të reja të renovuara dhe thirrje për familje me shumë fëmijë. Kështu e ka nisur vitin 2026 kryeministri Kristian Mickovski. E ka nisur dhe do ta vazhdoj. Nuk përmend askund, merrni me mend, nuk përmend askund se pse
mungon reagim këtu nga Vlen, por edhe nga opozita e bllokut politik shqiptar për fjalimet e Mickovskit lidhur me natalitetin. Dhe kush tha se nuk ka krizë demografike në zonën shqiptare? Dhe partneri qeveritar Vlen është pa qëndrim. Çfarë nuk thot Vlen? Nuk thot se maqedonia perëndimore po zbrazet nga shqiptarët, jo vetëm nga të rinjt, por nga familje të tëra dhe gjithë grup moshë. Nuk thot se në shumë zona shqiptare nataliteti ka rënë në nivelin e riprodhimit. Pra, riprodhimi është burrë e grua dhe bëjnë 2 fëmijë. Shtimi është i treti fëmijë. Me çifte që lindin vetëm 1 fëmijë ose kemi filluar të ngjajmë edhe bashkëqytetarëve tonë asnjë. Vlen nuk thot se emigrimi përshkatron bazën demografike duke bërë të pamundur ruajtjen e strukturës familjare në afat të mesëm. Nuk deklaron se çerdhet në komunat shqiptare mungonin prej dekadash, akuzonte BDI-n. Dhe ishte e vërtet. Tash ju jeni në pushtet. Çfarë pritni? Dhe se në disa vendbanime nuk është hapur asnjë institucion parashkollor i ri për brezat të tërë. Kemi situatën të ardhshme. Nuk mund të hapet çerdhe, sepse BE ka probleme Ministria e Financave. Nuk thot se gratë shqiptare përballen në mungesë mbështetje institucionale duke u detyruar të zgjedhin mes punës dhe lindjes së fëmijëve. Nuk thot se nuk ekziston asnjë strategji e veçantë për zonën shqiptare, ndonse kriza demografike atje është më thellë se mesatarja shtetërore. Nuk thot se si partner qeveritar nuk ka ushtruar presion publik për buxhete, investime dhe politika të diferencuara për këto zona. Pra, qeveria e kryeministit Kristian Mickovski ka nisur vitin 2026 me promovimin e kopshteve të reja, në Karbinci, masave për familje me shumë fëmijë dhe një diskurs të theksuar profamiljar. Okej, në rregull. Mesazhi zyrtar është se po krijon kushte më të mira për kujdesjen e fëmijëve dhe rritjen e natalitetit. Megjithatë, për te deklarate politike mbetet e paqartë nëse këto masa përbëjnë një strategji reale demografike apo thjesht një narrativ ideologjike. Çështja që mungon këtu është pse po ikin familjet? Vlen. Të dhëna demografike tregojnë rënje të vazhdueshme të linjave dhe emigrim të lartë, veçanërisht të popullsisë në moshë aktive. Qeveria fokusohet te nxitja e lindjes, por nuk adreson shkakun kryesor të rënjes demografike, largimin e të rinjve dhe familje nga vendi për arsye ekonomike. Dhe çfarë disbalansi ka ndërmjet Maqedonisë lindore dhe perëndimore në investime dhe Maqedonisë tjetër? Pra, nuk ka sqarime publike nga qeveria për pasigurinë në tregun e punës, pagat e ulta dhe rritjen e kostos së jetesës, mungesën e banesave të përballueshme, mbrojtjen e nënave në tregun e punës pas lindjes. Pa adresimin e këtyre faktorëve, masat për rritjen e natalitetit mbeten të pjesshme. Hapja dhe renovimi i kopshteve po paraqitet si sukses kryesor qeveritar. Megjithatë, ndërtimi i infrastrukturës parashkollore është detyrim institucional dhe nuk garanton rritje të lindjeve. Politika demografike funksionojnë vetëm kur shoqërohen me stabilitet ekonomik dhe siguri sociale. Kjo është praktikë botërore. Vetë deklaratat e kryeministit se pa fëmijë kopshtet janë të kota nënvizojnë paradoksin e qasjes aktuale. Fokusi vendoset te pasojat, jo te shkaqet. Pjesë e diskursit qeveritar është edhe theksimi i përkufizimit tradicional të familjes në librat shkollor. Kjo qasje hap debat ideologjik, por nuk ofron zgjidhje praktike për sistem arsimor, i cili përballet me mungesë resursësh, mbi ngarkesë dhe cilësi të pabarabartë. Politika publike zakonisht matin suksesin me rezultate të matshme, jo me mesazhe simbolike. Thot parcelizimi për 1 euro, lirimet komunale dhe kthimi i taksave për nënat janë masa të paralajmëruara pa një analizë të publikuar mbi ndikimin buxhetor, numrin e përfituesve, efektin e afatmesëm dhe afatgjatë në natalitet. Pa këto të dhëna është e vështirë të vlerësohet nëse bëhet fjalë për politika efektive apo masa me karakter promovues. Dhe ka një të vërtetë që nuk thuhet. Kriza demografike nuk është kriza e vlerave të huaja, siç e kuptohet nga qeveria në deklaratën e njëjshme. Është krizë e pagave të ulta, çmimeve të larta, korrupsionit dhe mungesës së perspektivës. Asnjë libër, asnjë fjalim dhe asnjë kopsht i inauguruar nuk ndryshon këtë. Ndërsa Mickovski thotë se nuk ka frikë nga kritikat, realiteti është tjetër. Qeveria po fshihet pas retorikës familjare për të mos u përballur me shkaqet reale të zbrazjes së vendit. Kriza demografike në vend nuk mund të rrethtohet në çështje vlerash apo për kufizime familjare. Është kryesisht rezultati i kushteve ekonomike, emigrimit dhe pasigurisë sociale. Pa politika gjithëpërfshirëse që adresojnë këto probleme, thirrjet për rritjen e natalitetit rrezikojnë të mbesin pjesë e komunikimit politik, jo e zgjidhjes. Pra edhe një herë, shumë shka është e kalbër. Vleni nuk ka as kapacitet intelektual, as kapacitet njerëzor, po ka me bë të shahat BDI që e ka merituar, tashmë jo, se ja po hinin vitin e 3 që jeni në pushtet.
jeni në pushtet dhe ballafaqoni me realitetin. Realiteti është shumë hidhur. Në Maqedoninë Perëndimore, HPR nuk lëviz asgjë. Dhe po të lëvizte, mu më zhdukur, në rregull, deklarata e kryetarit të komunës së Tetovës Bilal Kasami lidhur me atë se njerëz kujdes, mos dilni se ka ngrica, vende pa vend. Kjo është një thirrje mjaft interesante, antikushtetuese. Askush nuk ka të drejtë askujt t'i thotë mos dil televizish. Është çështje tjetër se Bilal Kasami në mëngjes kanë vërejtur se kishte shumë ngrica nëpër shumë rrugë ditësore dhe kryesore që shkon te rrethi për në kodër të diellit. E Bilal, çfarë nuk kishte? Grill, zall, rër sa duhet, ai i cili ka marrë tenderin e rërës, hudhjes së rërës për kohërat e dimrit apo çka? U thotë se dolet një herë dhe u kry puna. Pra, kujdes me qytetarët. Unë jam Mesut Shabani, ishim në podcast Mesut Shabani.